Do ta nisja këtë bisedë me ty me një pyetje direkte. A ke frikë për punën që bën? Spari unë duroj suksese, edhe uroj që si përmarrja jote të eci sa më gjatë. Më vjen shumë mirë që më në fund të shoh drinin në atë që unë e kam menduar gjithmonë që do ta shihja, të moderoj një bisedë të shtruar, një bisedë me shumë detaje, të ngrohtë, dhe është drini që unë e kam njohur në vitin 2003 në Fakultetin Histori Filologji, dhe nëse kujtoni në atë kohë, ju erdhët në auditor. Jemi pak ju erdhët në auditor, na zbulove gjithë datat, gjithë ditëlindjet. Në momentin që mbrite, kur po përgjigjeshe nëse të kujtohet, më tërhoqi zëri dhe unë kam kthyer kokën dhe thash, po, është djali që punon në... Po, në atë kohë punonin në media, po, në Top Channel dhe në Top Albania Radio. Po, ishte një periudhë që zërat dëgjoheshin shumë, edhe media në atë kohë ishte shumë e dëgjuar. Dhe e kisha zërin të dëgjuar dhe aty nisi edhe miqësia jonë. A kam frikë? Jo. E kam thënë gjithmonë dhe vazhdoj ta them, sepse unë mendoj që një gazetar ka një mision, dhe misioni është të thotë të vërtetën. Dhe pavarësisht se të tjerët përpiqen të përbaltin, të sulmojnë, të bëjnë të ndihesh keq, të bëjnë të ndihesh nën presion, përmes formave të ndryshme, ndoshta sot edhe përmes fake newsit, unë besoj që nuk më mposhtin dot. Por të kam tentuar, pra duhet të kuptoj, domethënë. Po patjetër. Këtë duhet të... Asnjë profesion drin, edhe në gjithë karrierën tënde, besoj, sidomos në media, lufta është shumë e ashpër. Ndoshta në fushat e tjera. Si vjen presioni te një gazetar? Forma të ndryshme. Po, ka raste që vjen përmes mesazheve, ka raste që vjen përmes... Si mesazheve të shkruara? Ka raste që vjen në forma të ndryshme të postës elektronike, apo në Facebook dhe Instagram, rrjete që ne përdorim. Përmes të threadëve? Vjen përmes të threadëve? Përmes të threadëve. Ka një mënyrë tjetër, ndoshta ju duket e sofistikuar, po unë mendoj që është më bajatja për të bërë pis, për të ngritur një furtun ose për të hedhur balë mbi gazetarin. Por ndaj thash që mua nuk më bëjnë përshtypje gjërat të tilla. E di pse? Sepse fakti qëndron aty. Po, unë e kuptoj që mesazhi yt është shumë frymëzues për gazetarët apo gazetarët e reja, por si nuk bën përshtypje? E ke mësuar pra këtë gjë që të mos ta depërtoj koracën tënde, apo mësohet kjo gjë apo lind? Unë besoj që është pak edhe një lloj force e brendshme. Ju e dini, kur ne kemi qenë së bashku në fakultet, unë filloja ditën në mëngjes herë dhe përfundoja vonë natën në Gazetën Shqiptare. Dhe realisht me të njëjtin pasion e bëj gazetarinë edhe sot pas kaq shumë vitesh, nënë e 2 fëmijëve. Vajza ime është adoleshente, e madhja, e dyta po afrohet drejt adoleshencës, dhe kam ecur gjithmonë në atë hapin e shpejt dhe ushtarak. Nuk e kam mësuar veten, por mendoj që forca ime e brendshme dhe përpjekja e vazhdueshme për të thënë gjithmonë atë që unë e kam konsideruar të shenjtë që është e vërteta, mendoj që më ka dhënë atë lloj force për t'i përballuar sulme dhe presione të tilla. Je detyruar të vetë censurohesh? Jo, asnjëherë. Ndoshta do duket utopike, ndoshta do të duket mendjematësi nga ana ime, por nuk e kam bërë asnjëherë. Kam qenë e kujdesshme në momentet të caktuara, sepse fjala e gazetarit mund të vrasë në kuptimin që mund të shkatroj karriera, mund të dëmtoj familje, mund të krijoj përplasje. Dhe në këtë aspekt kam qenë shumë e kujdesshme për të artikuluar diçka që mos të lëndoj, por kur unë jam bindur në vërtetësinë e gjës, patjetër që e kam thënë në mënyrën dhe formën time dhe jam përpjekur ta them fort. Po ti, a je lënduar vetë se ke thënë ndonjëherë të vërtetën? Patjetër. Më shumë se sa vetë personalisht, sepse thash tashmë është një fazë që shumë pak përshtypje më bëjnë mendimet e tjerëve. Përveç atyre njerëzve të cilët unë i vlerësoj dhe kanë në një farë mënyre unë i dua për gjithë suportin që më japin, për gjithë dashamirësinë që kanë ndaj meje. Çfarë më ka lënduar, ka qenë fakti kur janë prekur familjarët e mi. Pra, do të pyes pak më vonë, por kur them ai lënduar, do të thotë që duke thënë vërtetën, dikush të ketë tentuar të intimidojë përmes formave të ndryshme në ambientin e punës apo në ambiente jashtë saj, pra për këtë pjesë lëndimit. Po patjetër, pjesa që më vret her pas here ka të bëjë me familjen.
Pra kur dikush merret me familjarët e tu, të cilët nuk kanë asnjë lidhje me punën që ti bën. Patjetër që ata mbështesin, nuk e kanë kursyer kurrë, po kjo gjëja më vret. Nuk ma kanë shprehur asnjëherë. Po ti e ndjen. Familjarët e mi, asnjëherë nuk më kanë thënë ndalo, asnjëherë nuk e kanë vënë këtë në dukje. Por e ndjej, për shembull, babai im është pensionist, është moshe trete dhe shpeshherë ma thot kështu në mënyrë indirekte, po pse zihesh me të gjithë? Edhe e kuptoj që kur ka tentativa si mos rrjetet sociale, ose janë ato ushtritë e trollsave që ngrihen kryesisht nga politika apo njerëz që preken nga drejtësia, që ti kundërvën. Po në pak fjalë ti po thua që je ndjer dhe sulmuar. Domethënë është një lloj sulmi se unë si gazetar të lexoj. Patjetër, por e përballoj me shumë sukses. Po të kishe qenë burr, pra për gratë dhe për burrat, gazetaria është e njëjtë? Besoj që po, në parime po. Në Shqipëri? Në parime po. Pastaj varet terrenin ku ti e shtron. Ju e dini edhe në fakultet. Ka shumë gra, ka shumë zonja që mbase thon gazetare që burrat e kanë më të lehtë bën gazetari se mbase rinë më gjatë jashtë, fëmijët e tjerë. Po patjetër, në këtë aspekt, po thash varet se si e bën gazetarinë. Kanë ndoshta një lloj jo lirie se nuk doja ta thoja tamam këtë, po ndoshta një burrë ka më të lehtë të qëndrojë edhe pak më shumë jashtë, ndërkohë që unë jam e detyruar edhe ku bashorti kujdeset për fëmijët. Mua më duhet më shumë kohë për shumë për të marrë me vajzat. Tani meqense jemi në një episod late night, formati late night, bisedave të shtruara që transmetohen zakonisht mbrëmjeve, Klodi është me 2 vajzat e saj që e ka gjetur kohën që ti shoqëronte gjatë kohës që regjistroi ky episod dhe ndodhen në një ambient tjetër të studiove tona, pikërisht për treguar pra që ato janë gjithë në hapësira të caktuara me Klodin, siç po ndodh edhe sot, pra është një përpjekje e saj për të mos qëndruar larg këtyre. Atë ka bërë kjo të heqësh pak dorë nga vetja. O Klod, e ke shijuar jetën tënde? Më vjen shpesh kur të shoh, mbase duket të njohur, them e zonja profesionalisht po, e familje, patjetër familje shëndetshme po. Po, domethënë, e ke shijuar jetën, e shijon jetën? Është një kompromis që bën me veten. Domethënë, sigurisht kam një peng, një farë mënyre që jo gjithmonë jam e pranishme tek vajzat, edhe kjo më dhëmb momente caktuara, edhe pse kur unë jam qoftë edhe një kohë të shkurtër, ne kalojmë kohë cilësore së bashku, të treja, edhe bashorti, por patjetër që më dhëmb momente caktuara kur nuk jam. A e kam shijuar jetën? Në mënyrën time po, sepse varet se si ti e sheh. Domethënë, unë e kam shijuar. Kush janë episodet më të lumtura të jetës tënde? Pafundësisht. Disa që do t'i veçoje. Tani për shkak që thua një episod i lumtur që për ty ka qenë një moment që e veçon nga të tjerët. Po lindja e vajzave janë një gjë e jashtëzakonshme dhe sidomos lindja e vajzës së dytë, unë jam lindur jashtë vendit në Britaninë e Madhe. Dhe duke qenë se ishim vetëm unë dhe bashorti dhe erdhi dhe vajza në jetë, ishim shumë afër njëri tjetrit, po e shijoja, ndryshe nga vajza e madhe kur kisha gjithë familjarët dhe të gjithë e merrnin në krah, vajzën e dytë po e shijoja. Dhe patjetër kisha atë shqetësimin sepse vajza e madhe ishte në Shqipëri me prindrit e mi, nuk mund të kujdesesha për të në atë situatë, pra sapo kisha lindur edhe patjetër duhet qëndronte këtu. Dhe ishte një moment magjik, do të thoja.